Miqe të afërm, politikanë akademik, njerëz të medias dhe qytetarë të thjesht i dhanë lamtumirën e fundit Artan Lames. Homazhet u krye në Akademinë e Arteve, në nder dhe të kontributit të tij për studimet dhe botimet e kryera. Së fundi madje ishte angazhuar në krijimin e muzeut për veshjet e medaljet shqiptare në vite. Për mediat shprehën dhimbjen për largimin e parakohshëm të Artan Lames nga jeta. Gjatë gjithë këtyre viteve të tranzicionit i ka dhënë këtij vendi më të mirën e vet. Domethënë tani ishte një njerëz që kishte një zemër aq të madhe sa në fund ju thërmua në 1000 copa të themi dhe gjithçka që bëri dhe mendoj e bëri për vendin e tij. Në vëmendje sollën angazhimin e tij për të drejtat e shqiptarëve. Ka qenë një njeri me dimensione të gjëra intelektuale, madje të veçanta, aq të veçanta sa shpeshherë në qarqet tona shkencore bëheshin edhe debate rreth risive që sillte Artan Lame në interpretimin e fakteve dhe ngjarjeve historike dhe sidomos në gjenialitetin e tij për të zbuluar detaje të cilat të tjerëve nuk u shkonin ndërmend që të përqendroheshin atje. Dhe përmes detajizimit të ngjarjeve dhe të personaliteteve historike, por mbi të gjitha edhe shoqëria civile ka humbur një aktivist të shkëlqyer të çështjeve me interes të madh kombëtar. Artan Shkreli, një nga miqtë më të afërt të tij, nuk i ndali dot lotët ndërsa lexoi fjalimin e lamtumirës. Me sytë që i ndriçonin kur fliste për ndonjë gurë të lashta, për ndonjë kartolinë të rrallë Tiranës. Do na mungosh tmerrsisht në tavolinën e punës, në mjediset e muzeut, në bisedat e mbrëmjes, edhe në heshtjen që ndahet mes miqve të vërtet. Të kujtofshim ashtu siç jetove, me dinjitet, me përkushtim, me dashuri për këtë vend që e deshe, pa kushte. Lamtumir miku ynë. Lame u nda nga jeta të premten, ndërsa ishte në Gjermani për një ndërhyrje kirurgjikale, por nuk arriti të mbijetonte.